Unë jam Veli Domi, kam 4 dylym sera këtu, i kam ngritu me dhe, kam edhe 15 milion lekë dhe të vjetra. Vetëm për t'i ngrit? Për t'i ngrit. Po, e pam një serë aty që ishte ngrit. 2017, deri në orën 12 natës, me nusen e me dhanë, me një dy shok nejdën, po? Bem qmos. E shok që keni vënë ato gjërat aty, e? Po, dhe që ka hedhu bi 20 milion dhe aty, dhe na yri ujë. Që do thot, deri ku ka qenë niveli ujit? A na e tregon dot atje? Deri ku ka qenë? Gjithë e perdhet. Pra ku mbaron perdja? Që fillon hapësira? Be sapti me fugonat nuk kalonin, fugonat janë lartë traktor, në ata traktor të mlejnë fare. Po? Që kaluan në njerë dherë në orën 12 natës. Me traktorin që jenë 3 fuqit, 1.000 fuqit, që ishte traktori madh? Traktori madh. Dhe i myti, ndem konesal, mirë këte që i myti brenda, po ne kemi porositu e Fidani 15 vjetor, Fidani është 303 lek, ne për mjenë si mjedhi me dot ato, se nuk ju me dot brenda, atje ngec, vete, nuk bet me ato për si vjetë. Ju beti Fidani nder? Fidani dhe gjys me prodhimit brenda. Gjys me prodhimit brenda. Pa të mundësi të shesësh diçka nga ky prodhim? Kam shitu 30%. 30%? 30%. Që s'mbulojnë do të shpenzime? 70% është prodhimi brenda. Ka mbaruar fare? Nuk të vejmë të shikojmë, A kuptoj. është katastrofë. Tu është një gjë e keqe, mirë na lumi, po ne na qojnë digat. Ja sot vjen ujti i kulluar, kanë hapu digat na korça ne nuk di. Ku kam vajtu ditën e parë pa dal lumi ka qenë 5 metra poshtë, ditën tjetër vetëm ku e pam te rruga, ku erdha unë mjeset. Aq fryrje. Pra ka qenë fryrje me njëhershme lumi? Po, fryrje pa parë. Hapën digat dhe... Kjo kërkon hetim pastaj nga organet kompetente, sepse... Kjo është katastrofë. Pra po thoni nuk na mbyti Zoti? Em Zoti ashuja, po është keqja ata hapin digat. Ne digat ngrihet lumi, unë s'maj mend. Ka doli e 2018, po jo pak. Edhe 2015 nuk ishte, që thotë të njëshin ka dalë. Kështu. Smerë. Faleminderit. Faleminderit.